Pas një vizite të kryer në Shqipëri në vitin 1919, përfaqësues të Kryqit të Kuq Amerikan konstatuan se përtej emergjencës së shërbimit mjekësor, vendi të nevojiteshin edhe institucione arsimore. Në drejtimin e mësuesve amerikan, më 22 korrik 1921, u themelua shkolla e parë teknike në vend, e cila ofronte trajnime të ndryshme profesionale. Drejtori i Shkollës Teknike Amerikane ishte mësuesi i mekanikës, Harry Fultz, i cili implementoi në Shqipëri pedagogjinë e bazuar në parimin e të nxënit përmes praktikës. Më 18 korrik 1932, Fultz lë Tiranën pas vendimit të mbretit Zog për shtetëzimin e arsimit. Pas luftës së dytë botërore, Fultz do të rikthehej në Tiranë si zëvendës shef i misionit diplomatik amerikan për të dëbuar më pas nga qeveria komuniste në vitin 1946 si person i padëshiruar. Në vitin 1948, Ministria e Arsimit dhe Kulturës e cilësonte të papërshtatshëm emërtimin Institutit Teknik i Tiranës për këtë shkollë profesionale të gradës së mesme. Për këtë arsye, Ministria vendosi që instituti të quhej në vazhdim Politeknikumi i Tiranës.